Përshëndetje miq, I paska djegur njerit që unë kam thënë sa fjalë. Përshëndetje. Paska reagu Alfred Sako edhe paska thënë që mikrofonin e pagun shketzeni Bilinda edhe gënd pronin e pagun shketzeni dhe Belinda. Dhe argumenti është që unë marrë pare nga Vjosa Hoxha. Me thonë drejtën edhe që ka kundër mikrofonit, si ve faj realisht sepse Alfred Sako paguhet nga Vjosa Hoxha, nuk është se kemi në i dyshim për këtë pjesë. Okej. Se kur thua diçka duhet edhe ta vërtetosh. Ma vërteto, ku e kam një kontratun që marrë lek nga Vjosa Hoxha, e para, dhe të menja nuk ishtë ndonjë gjë, po t'isha I punësuar, por nuk marrë kokër leku dhe s'kam asnjë lloj kontrate me Topin. Topi s'më paguan asnjë kokër leku. Po Alfredi ka dhe një hall tjetër. Mikrofoni është I rumbullakët, ai mendon që është I sheshtë. Ne mendojmë që është I rumbullakët, ai mendon që është I sheshtë. Kështu që mos harroni sot edhe më shumë në orën 7. Në qoftë se gjen një provë që unë kam marrë një kokër leku nga Topi, si Top, atëherë unë vi dhe I kërkoj falje kujtdo që nxjerr to pretendime, se ka dhe shumë debila, po e bën dhe dikush që kërkon të uzurpoj, të monopolizoj protestën popullore, I cili dohet njeriu kryesor në rast dështimi që do mbaj përgjegjësi për humbjen e protestës, në qoftë se ndodh, lartë qoftë. Megjithatë, ju bëj thirrje të gjithë njerëzve të dalin në protestë për të shporur sklavërinë e këtij maskaraj që është këtu, I cili është kthyer në tradhtarin dhe satrapin më të madh shqiptarëve. Kur kam punuar unë për këtë kauzë, këta buziqumshat nuk ishin lindur akoma. Pra e ftoj dhe njerë që mos I lëshoj llafet kështu bla bla bla, tamam si kalamasi që është në mosh, edhe në mendime, po le ta vërtetoj, le të më nxjerr një pagë në numër llogaria, një kontrata, një marrëveshja. Unë jam atje në një emision ku e ndjej veten shumë të lirë dhe ku them çdo gjë që mendoj. Dhe të gjithë shqiptarët e din si kam polur kundër gjithë organizatës botërore të shëndetësisë dhe diktaturës botërore, kur të gjitha shumica e këtyre, edhe ky që flet tash, nuk e kishte hartë e historisë. Dhe kam dalë dhe kam bërë protesta me 1000 veta, me 1500 veta, me 2000 veta, që kemi dalë në kohën e lockdownit për të shkatruar diktaturin që buri ky në bashkëpunim me diktaturën botërore. Okej, këti I djeg sepse unë them që të zgjidhet një komision përfaqësues ku të marrin pjesë gjithë njerëzit që kanë dhënë kontribut kundër diktaturës së Edi Ramës. Njerëz përfaqësues me integritet dhe që gjithmonë I kanë bërë opozit prej 13 vjetësh. Unë natyrisht nuk do jem në këtë grup, por unë kërkoj që kjo protestë të ketë sukses dhe në çfarëdo lloj rasti, dhe për suksesin, dhe për dështimin lartë qoftë, ka një mandat, një kryesi. Por në qoftë se kjo protestë do të dështojë, këta që dalin kundër me do të ngelen me njollë turpi në historinë e Shqipërisë. Dhe gjithmonë kam luftuar që të dalë një komision përfaqësimi me 21 veta ose 19 veta, me një kryetar një avor ose zëdhënës një avor, I cili të drejtoj rregullat e protestës mbi bazën e vendimit që do të marrë ky komision. Këta nuk e duan këta, sepse duan ta uzurpojnë dhe ta kontrollojnë këta lëvizjen. Unë nuk them që këta s'kan merita, kanë bërë punën e tyre dhe kanë punuar dhe secili prej këtyre në rast se fiton
unë do ta mbështes dhe do ta ndjek. Po pa përfaqësim, këta nuk mund të uzurpojnë dhe të dalin të flasin në emër të protestës dhe të drejtojnë. Duhet komision. Kjo është arsyeja pse këta nuk më duan mua dhe nuk ju vjen mirë nga fjalët e mia. Unë nuk do të jem asnjëherë atje në ato kryesimet, por unë do të jem mbrapa kësaj proteste gjithmonë. Do të jem pjesëmarrës në protestë sa herë ta shikoj të nevojshme. Dhe sigurisht do t'ju bëj thirrje ashtu siç po i bëj dhe këtu të gjithë njerëzve që të gjithë në shesh për ta rrëzuar këtë regjim kleptokratik dhe tradhtar të njeriut më të ndyrë që ka pasur në historia shqiptare të Edi Ramës. Dhe mbi të gjitha, pas kësaj, të edhin po çdo zgjedhje tjetër që mund të vijë nga kjo mazhorancë, pra të mos e njohin këtë mazhorancë, dhe lëvizja e dytë do të jetë asnjë kandidaturë tjetër për kryeministrin nga PS-ja, sepse këta do përpiqen t'ia hedhin të gjitha mëkatet e Edi Ramës dhe do t'i sulet gjithë partia me në krye Spiro Palin. Dhe do përpiqen këta të vinë si të pastre të purifikuar për të marrë pushtetin. Dhe për këta do punojnë dhe ambasadorët e huaj dhe ambasadori amerikan që do të vijë, të cilët janë veglat sionistëve. Unë mendoj që s'duhet të ndryshohen parollat kryesore, është Shqipëria shqiptarëve, tekje tradhtarëve. Shqipëria nuk shitet, kurse ato të tjerat janë dytësore, gjithë parollat e tjera janë dytësore. Parësore janë këto të dyja dhe e treta, po që është dhe kjo kryesorja, largimi i kryeministrit, mosnjohja e mazhorancës aktuale dhe parlamentit aktual. Kalimi në qeverisje teknike nëpërmjet shtrëngimit me numrat e mëdhenj të protestës dhe mosbindje civile dhe krijimi një asamblee kombëtare për të ndryshuar kushtetutën në shumë pika decizive dhe me president nga populli për të vendosur ekuilibrat në qeverisje ku kryeministri të mos jetë mbret. Këto janë ato që kërkoj unë, të tjerat prallat me mbret që tregojnë ca vjarë, nuk më bëjnë përshtypje fare. Janë kalamajt e mi, janë fëmijët e mi, aq din.